kur e morëm edhe këshyrim statistikisht, Kosova, numrin e popullatës, kërkesat, është përmend, është diskutu në mesin e ndërtuesve, architektëve, diskutantëve që le të themi 2030 do të jetë madje edhe më herët ka pas, po tash është tu 2030 kur do të jetë thoma i fundi i kërkesave për ndërtim në Kosovë. Edhe kjo puna e ndërtimit anale 2027 sipas një raporti të Bankës Botërore që u bën 2018 e tash 2030 nuk isha bazuar shumë në ato. A di kush e non ndërtimin? Momentin që unë si ndërtues nuk kam blersa. Pra derisa ka blersa, përderisa ka blersa. Edhe përderisa hotelet në Prishtinë janë në masën 70% shfrytzuar në vjet. Banesat Airbnb që është disa si ato që atë me gjas për të kaluar një AST-ja i ka pa drita dhesës kur ne kush aty. Përderisa ka kërkesë këtu, pra nuk do të kenë ndalje. Do të jemi shumë më ndalë. Është një sen tjetër, te AST-ja edhe pse s'doshta më marr me numrat e tyre, po shkon një detaj që më ka bërë përshtypje te numrimi i banesave të lira. Po, ta e kanë pasën, nëse një objekt i ka 50 ndërtesa, 50 banesa. Edhe ta kanë shku të qaj objekt. Nëse veç një familje ka hi, tjera që janë në proces, ta i kanë rrejt 49 që janë thota. Që është nuk kanë dhënë numri 30.000. Më me verifiku të që për thëmë ne. Më thonë ta, nëse një ndërtes, ditën që kanë pasë më shku në qatë mahallë, registruse, edhe ka hi me një ndërtes, që veç një familje ka më rri, u konë maj, i ka pasë atat mobileve të njërshëm, edhe ka përkry banesën e vetë ma herët, edhe 49 banesë atjera në konë proces, se masit kryë ndërtesa që për mqesa na, i dënë një 2 muj arredim që thonë të ashim një mobilje me